në këndvështrimin ton, në qoftë se doni një shembull se çfarë është një shembull tipik se çfarë është lufta hibride, ky është shembulli se çfarë është lufta hibride. Për pjesën e qëndrimit për sa i përket kërkesës absurde të gjykatës së posaçme në Hag për kundrejt ish-drejtuesve të UÇK-s për vendime maksimale, kryeministri me të drejtë e shfrytëzoi angazhimin ton në Bordin e Paqes për të shtruar në këtë tryezë këtë temë dhe do thoja është shumë evidente tashmë se kjo përpjekje për të barazuar çlirimtarët tanë me gjenocidarët e Srebrenicës është shumë evidente që kjo përpjekje është mbështetur në akuza të fabrikuara me influencë ruse në Këshillin e Evropës. Nga njëra anë. Dhe nga ana tjetër janë vetë hetimet që po ndodhin aktualisht ndaj ish sekretarit përgjithshëm të Këshillit të Evropës, që dëshmojnë këtë afinitet toksik mes këtyre agjendave të fabrikuara në Rusi dhe në këndvështrimin ton, në qoftë se doni një shembull se çfarë është një shembull tipik se çfarë është lufta hibride, ky është shembulli se çfarë është lufta hibride. Një vend që ka një pozicion armiqësor ndaj Kosovës dhe pavarësisë së saj dhe përdor metoda dhe influenca të organizmeve ndërkombëtar, deri diku duke përdorur dhe keq përdorur drejtësinë ndërkombëtare për të delegjitimuar të drejtën ndërkombëtare për pavarësinë e Kosovës. Kjo është ajo që çmojmë ne dhe ndaj dhe kjo kërkesë e përsëritur për një vëmendje maksimale të gjitha vendeve dhe kryesisht dhe të Shtetet e Bashkuara si vend që ka mbështetur krijimin e kësaj gjykate.